Ariel, janë persona si ti, ata që na duhen ne, domethënë. Edhe këtë e them pa çka se kishim në 90% të raste domethënë ndryshime. E di pse e them këtë, sepse është risi të debatoj me një person që të shmangi fjalët ti e delirant, ti e i pasigur, ti e ignorant, ti e konservativ, ti e i përpambetur, ti e kështu, ti e i shitur, e ke parasysh? Dhe normalisht unë jam i bindur që për ty ky është standard shumë i ulët dhe unë nuk do të krahasoj me të tillë individ, por e përmenda për faktin sepse ky është misioni i Buçi Podcast, të debatojmë tema në mënyrën më të mirë të mundshme. Përfundimi nuk i ngelet as Bleoni. Bleoni është inxhinier, bën punën e tij, e bën mirë, apo bën gabime e korrigjon ai që paguan faturën në fund të ditës. Gjëja më e bukur është që ne me këto mundësi që na ka dhënë le të themi teknologjia e viteve të fundit, resurset vetjake, migracioni etj, kemi mundësinë që të ndajmë të tillë kohë, le të themi goxha kualitative në sëtëmi me njëri tjetrin, duke diskutuar për gjëra që jo në mënyrë të drejtë për drejtë do ndryshojmë të ardhmen ton afatshkurtër, por mbase do bëjnë, le të themi, një hap sado të vogël në të ardhmen afatgjatë të bashkëdhetarëve tanë, dhe në një mënyrë apo në një tjetër do nxisin një lloj fryme të re, duke u nisur nga ajo çfarë mendojmë ne, duke u përzier me atë personin që dëgjon dhe atij tjetrit që ai person të flasin në një kafene apo në një bashkëbisedim shoqëror. Bu CHI Podcast.